Eliona nuk e tha me njëherë. Fjalët i rrinin në gryg, të rënda, të pashprehura, sikur po prisnin momentin e duhur për të dalë. Ajo e shikonte Klodin drejt në sy, por jo me zemërim. Me një qetësi të rreme, atë lloj qetësie që e mban vetëm kur ke frikë nga përgjigja, po ta pyes drejt, tha ajo më në fund, me zë të ulët, por të qartë, po të pëlqen Benita? Klodi u shtang për një çast. Jo sepse pyetja ishte e papritur, por sepse e dinte që ajo vinte nga një vend shumë i ndjeshëm. Eliona nuk po pyeste nga kurioziteti. Po pyeste nga ndjenja, a ke rënë në dashuri me të? Vazhdoi ajo, fjalët ranë mes tyre si një heshtje e madhe. Sepse dashuria, kur përmendet me emër, nuk është më thjesht dyshim. Është frikë. Është rrezik. Është e vërteta që mund të dhemë. Eliona nuk ishte duke akuzuar. Ajo ishte duke u mbrojtur. Sepse në momentin që ndjen se dikush që të pëlqen po largohet emocionalisht, pyetja nuk është më pse, por me kë. Unë nuk jam e verbër, tha ajo, tashmë më hapur. I shoh gjërat. I ndjej. Zëri i saj nuk dridhej shumë, por brenda saj gjithçka ishte trazuar. Çdo shikim i Klodit drejt Benitës, çdo buzëqeshje e vogël, çdo distancë e re mes tyre, ishte bërë një pyetje pa përgjigje në mendjen e saj. Ti ke ndryshuar, vazhdoi Eliona. Dhe unë nuk di nëse kjo ka të bëjë me mua. Apo me të. Këtu ishte dhimbja e vërtetë. Jo fakti që Klodi mund të pëlqente dikë tjetër, por fakti që Eliona po ndjente se po humbiste teren pa e kuptuar pse. Pa e ditur nëse kishte bërë diçka gabim, unë jam nga ato njerëz, tha ajo, që nuk di të qëndroj në mjegull. O jam brenda, o jam jashtë. Dhe Klodi ishte mjegulla e saj, Benita nuk ishte thjesht një emër. Ishte simboli i asaj që Eliona kishte frikë të pranonte, se ndoshta nuk ishte ajo zgjedhja. Se ndoshta ndjenjat e saj nuk ishin të mjaftueshme, nëse të pëlqen, tha ajo me zë më të butë, ma thuaj. Nëse ke rënë në dashuri me të, ma thuaj. Sepse ajo preferonte të dhemte nga e vërteta se sa të coptoi nga dyshimi. Unë nuk dua të jem pendje askujt, vazhdoi ajo. As i ndjenjave të mia, në atë moment, Eliona tregoi forcë. Jo sepse ishte e ftohtë, por sepse po përpiqej të ruante dinjitetin e saj emocional. Ajo nuk po lutej. Po kërkonte qartësi, unë jam këtu sepse ndjej diçka për ty, i tha. Dhe pikërisht për këtë arsye po të flas. Kjo ishte dashuria e saj, e sinqertë, e hapur, pa lojra. Një dashuri që nuk di të fshihet pas ironisë apo indiferencës. Një dashuri që kërkon përgjigje, edhe kur përgjigja mund të jetë e dhimbshme. Nëse zemra jote është diku tjetër, shtoi ajo, unë nuk do ta mbaj peng. Por në sytë e saj lexoi qartë, ajo shpresonte që përgjigja të ishte ndryshe. Eliona ishte e dashuruar me Klodin, dhe kjo pyetje nuk ishte fundi i asaj dashurie, por prova më e madhe e saj. Sepse vetëm kur do vërtet ke guximin të pyesësh, me kë është zemra jote? Dhe në atë heshtje që pasoi, ajo e kuptoi se çfarëdo përgjigjeje që do të vinte, ajo kishte bërë gjën e duhur. Kishte folur. Kishte dalë nga heshtja. Kishte mbrojtur veten, sepse dashuria pa të vërtetën nuk është dashuri. Është pritje. Dhe Eliona nuk ishte vajzë që pret në errësirë.